Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të nësi takojmë vetëm Allah subhanahu wa taala, dhe ati përgjërom që të lavdëroj dhe të begoj dërgurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e tij të zgjidhur. Të ndodhë vëllezër, jeta e njeriut bazohet kryesisht në shumë treguese dhe indikator, ani pse ndoshta nuk kemi argumente për kitazim ato treguesit. Për shembull, si rregull i përgjithshëm, gjithçka tregon për diçka, ndonë se mund të mukon e bazuar ajo vetëm në fakt. Përmendja dy shembuj nga jeta e përditshme për mujt në kuptu. Për shembull, nëse një vëlla musliman bën gabime trashanike në leximin e surave të shkurtra, kjo tregon diçka, ani pse na mumi mos me pas argumente për atë vllajin, edhe mumi mos me pas fakte për atë vllaj. Nëse dikush nuk i lexon mirë surat e shkurtra për shembull, kjo ose tregon që është i sapo udhëzuar, dhe kjo treguesi mirë në këtë rast, ose tregon që është prej moti i udhëzuar, po e ka shpërfill Kur'anin, ose tregon fjala bia që edukimin fetar ku është edukuar paraprakisht e ka pas të dobët në raport me këtë temë dhe ka ngel i tillë. Ose për shembull, nëse dikush fjala bia për shembull shkruan në gjuhën amtare, edhe bën gabime shumë trashanike. Në muj me arsytu që çdo kohë, më kjo treguesi diçka. Nëse dikush në gjuhën amtare shkruan edhe shumë keq, edhe shumë me shumë gabime, kjo ose o tregues që është shkolluar në gjuhë tjetër, në këtë rast nuk ka treguesi keq, ose është domethënë tregues se nuk ka pas një shkollim domethënë cilësor e kështu me radhë. Për këtë arsye, shpesh në këto lloj treguesit i paraqesmi si paragjykime, por nuk janë këto paragjykime. Këto janë indikator që ç'është është jeta. Jeta është ndërtuar, bën ç'është i bëj ç'është, sillesh ç'është i bëj ç'është. Madje sot kohën bashkore edhe përdorimi i disa termeve është tregues. Për shembull, i përdor disa terme nënkuptohet që i takon filan kategorisë shoqërore ose i takon filan konceptit kulturor. Shumë është normale kjo. Ani pse ne nuk kena të ditë këtë identitetin kush je dhe ku kena edhe me kanë, domethënë, shoqënuash. Kështu që po duhet sot detyrimisht me bën një, domethënë, një hyrje për me tejkalu që këtë tendencën që këto janë paragjykime, po mi pas si lexime të thjeshta të fakteve të dukshme dhe treguesve domethënë të lezueshëm, ndaj po duam të marrë një shembull, me saju një shembull në trajtesën tonë, por e mujt me kuptuar ndoshta pak më lehtë çka po duam të dalë sonte në këtë shpjegim. Nëse dikush fjala bia për shembull jeton me një shtet, sidomos këto shtetet që kanë diktaturë, i kanë këto lloje domethënë fenomenash. Nëse jeton me një shtet diktatorial, edhe aty është domethënë ligj i shtetit, në mëngjes teksa fillon puna, fillon me himnin kombëtar. Edhe komplet kombi e reciton himnin kombëtar mëngjes. Edhe përmbyllin orarin prap me himnin kombëtar. Edhe ka fjala bia për shembull ai shtet një parull kombëtare, ku diun çka, e përsërit çdo 2-3 orë gjatë orarit të punës. Tash, nëse njeriu jeton fjala bia 30 vjet me një shtet të tillë, a ka gjaz domethënë që mas 30 vjetëve ky mos më ditë përmend himnin kombëtar, edhe mos më ditën çka i bëj himni kombëtar, edhe çka parulla kombëtare çka i bë. Ose a ka gjaz, jo e di përmend. A e menon që ai nuk është mishëruar me çdo fjalë? Ose a ka gjaz, domethënë që ai ka nevojë mja zbërthyq ato fjalë. Domethënë 30 vjet mëngjes mbrëmje, ka 2-3 herë gjatë orarit të punës, e kështu me radhë kanë të njëjtat fjali, të njëjtat parulla dhe mas mbrëmti për shembull, a ka gjaz ky mos më ditë? Gjasat janë zero. Ti më të sinqert, gjasat janë zero. Po nëse eventualisht fjala bie dikush ka jetuar që aty, edhe për një mas 30 vjet nuk e di himnin. E ka restu ka 2-3 herë në ditë, edhe çat parullën ka 4-5 herë në ditë, edhe prap nuk e di. Ky ose ka pas problem me shëndetin e veshëve, ose ka pas me shëndetin mendor, domethënë si tregues nuk mundesh me menu ndryshe, apo jo? 30 vjet me një. Tash unë kam parasysh që ky shembull mundet me na çu tash me bredh në përmendime ku më dosh me dal. A keni parasysh që shumica e muslimanëve një himn edhe një parull e ngojnë për ditë ka 5 herë në ditë. Edhe ajo shahadetin e komrejna 2 herë. Edhe 30 vjet nuk i di çka i bë la ilaha illallah. A e keni parasysh që na shumica e njerëzve që tash me armë intervistu, mi thon, a ka mundësi me zbërthy shka i be la ilaha illallah për ditën e ti s'mundesh me shitën të padishmin edhe të painteresuarin edhe të padishmin që kurse pasjeni. Na e kena nini mi herë, e kena nini 10 mira herë. Nuk po flas domthon shahadeti i si deklarat që vend dikush e hin islam o i krishterë dhe bëhet musliman. Jo, na jena musliman edhe për ditë, 5 herë në ditë, çtu lagjet e tona na animi e zonin. Në zan mrena është domethënë shahadeti. Imagjino për shembull, na ta kishmi marrë që këtë rastin tonë edhe ta kishmi kthy te ata me shtetet diktatoriale. Edhe të kishmi dhënë aty në këshirë ngoni burra, na e ngomi për ditë, 5 herë 2. Edhe nuk e dimi shajbe la ilaha illallah. As nuk e dimi shena të muhu, as shkena të puhu, edhe ku e prishmi fjalën la ilaha illallah dhe çysh domthon ndërtohet fjala la ilaha illallah, na jena shumë xhaila.
Për arsye që ky shembull po më detyron sot me bëni trajtesë që zakonisht nuk është e metodologjisë që kena ndërtuar këtë varg mësimesh, kështu që kena më shty pak më tutje domethënë trajtesën e ajetit. Domethënë, nis sqarim themelor. Gjehli është baza e xahilietit. Gjehli është baza e xahilietit. Domethënë, gjehli është padjeni. Kejtina ka pak të padishëm. Kush ma shumë, kush ma pak. Gjehel kejt kena. A më nuk jena krejt i thartë gjahiljetit. A është i qartë? Në më thonë, na ditë e natë punomi me hek padjenin. Edhe të e hek padjenin zhveshemi prej gjahiljetit. Mirë po, gjahiljeti ma shumë sa gjehel, qka është? Në më thonë, gjeheli është moment, dishka di, dishka nuk di. Gjeheli është rëthon, për do pun di, për do pun nuk di. Nërka gjahiljeti është identitet. E merë emrin gjahiljeti për fjallës gjehel se e ka bazën pa djenien, ama gjahiljeti o pak ma i gjanë sa thjesht është mos me dit. Gjahiljeti është ma shumë se sa mos me dit. Në më thonë, fjalla bia për shumë në përdiqmërin tonë, për shumë, ti qysh jeton si pas gjahiljetit. Qysh martohesh si pas gjahiljetit. Qysh ban tregti, ban tregti si pas gjahiljetit. Qysh ndërton konceptet e tua shoqërore, do më thonë si gjahil. Qysh e kije konceptin e shtëpis, familjes, ndërtimit, fëmijë të kështu me radhë, pavarësisht domethënë koncepti i xahiljetit. Në këtë rast, atëherë na nuk duhet mu anku në këtë rast shumë për xhehlin, sa duhet mu anku për xahiljetin. A mund xahiljeti s'ka ar pa u kon xehli. Domethënë ky u kon xehli kur e keni fjalën la ilaha illallah 10 radhë 100 radhë mira herë, edhe kur sinanol me thon, çka bi kjo? Çish i bie? Ose kur se kena testuar vetveten, na të mëdhaj që i testumit veçlit. A ka mundsi në herë ti mu bë i vogli i nefsit tan? Edhe me mor vetën tonë, me mor pyetje, çka ditë fjalën la ilaha illallah. A mundesh me folë një orë për la ilaha illallah? A mundesh domethënë me pas ilm të mjaftueshëm ose optimal sa duhet me pas domethënë musliman, sa mos më kon domethënë xahili, po më kon domethënë musliman, mu'min, muwahhid, që i di domethënë në bazat e fejes së tij. Kështu që un po duam me bë sot një ndalje pak më rigoroze kundrejt asaj që kena ndërtuar si koncept deri tani. Domethënë, baza e xahiljetit është xehli. Edhe tash, sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, a janë kon krejt në nivel me ilm? Nuk janë kon. A janë kon krejt me nivel me sidq? Nuk janë kon. A janë kon krejt me nivel me devotshmëri? Nuk janë kon. Ama a janë kon xahila? A ka pas xahiljet? A ka pas sahabë që janë identifikuar si xahiliin? Pimar 3 raste. Rasti i parë në betejën e Uhudit. Sahabët në betejën e Uhudit kanë pësuar lëndim tron, goditje tron. Mirë po me gjitha të, ani pse nuk janë konë krejt me një shkallë të ilmit, kush ma pak, kush ma shumë. Krejt kanë pas mendim të mirë për Allah. Krejt kanë pas në përcaktim të shëndosh, kanë pas përcaktim islamik në raport me temën se si du të mu ballafaqu me armikun. Allah te baraka ve taala tregon se si karshi këtij përcaktimi ka ekzistuar një përcaktim betejën e Uhudit që është përcaktim xahilije. Thot Allah te baraka ve taala, yadhunnuna billahi ghayra al-haq dhanna al-jahiliyya. Kanë pas mendime të pasakta, të padrejta në raport me Allahun, dhanna al-jahiliyya, i kanë pas mendimet e xahiljetit. Kush janë këta? Këta janë hipokritët. Këta kanë thonë, domethënë e pat kjo fe, e pat ky profet. Sigurisht është vrarë edhe ai, domethënë shkoi kjo punë. Kjo ka uz mori fund. Këta janë dhanna al-jahiliyya, janë mendimet e xahiljetit. Tash, sahabët këtë janë godit. Sahabët janë lëndu, kanë ndrosh shahida kështu me radhë. Amos kanë pas dhanna al-jahiliyya. S'janë kon xahiliyya. Janë kon përcaktime islame, nuk janë kon xahiliyya. Ose një shembull tjetër. Në periudhat e arta të islamit, nuk u kon gjithçka e bardhë, gjithçka e qetë, gjithçka që kur s'ka pas domethënë mosmarrveshje dhe përplasje. Në periudhat e arta të islamit ka pas mosmarrveshje edhe mes muslimanëve. Kanë ekzistuar konfliktet mes njerëzve, kanë ekzistuar problemet familjare, kanë ekzistuar problemet mes muslimanëve dhe mes të devotshme dhe mes krejve, apo? Mirë po, ku është dallimi mes muslimanit të asaj kohe, i cili ka pas përcaktime të shëndosha, ka pas përcaktime të sakta, ka pas përcaktime që duhet mi pas muslimani dhe mes të tjerëve që janë kanë xahilije. Allah subhanahu wa taala thot: "E fa hukm al-jahiliyyati yabghun", a mos po dojnë ata mi mor vendimet e xahilijetit? Domethënë pas ka dy situata. Këtë kena me pas mosmarrveshje, këtë kena me pas situata konfliktuoze mes njëri tjetrit, edhe përplasje në familje ku nuk çka. Vesh njëri drejtohet, i nënshtrohet Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e lyp vendimin e fesë Allahut, ai tjetër e lyp vendimin e xahiljetit, edhe thotë gjasë shumë shpejt e kthej në xahiljet këtë farpune, domethënë se unë kam petk, herë veshi domethënë në petkun e islamit, herë veshi domethënë petkun e xahiljetit. Ose për shembull,
në epokat e qartësisë së muslimanëve, në epokat muslimanë përcaktimet e tyre kanë pas shumë të qarta. Është ditë domthon shka është në rregull, shka nuk është në rregull. Edhe në atë kohë ka ekzistuar kultura e dukjes bukur. Edhe në atë kohë ka ekzistuar kultura e elegancës. Edhe në atë kohë ka ekzistuar kultura, domethënë, e investimit në elegancë kështu me radhë. Ama në qatë kohë, muslimanët e kanë ditën që Allahu te bareke ve teala gravi u ka drejtu, wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula, mos u zbukuroni sikur janë zbukuru gratë e jahiliyetit. Jahiliya është e punë. Domethënë del për me fitu vëmendje, del për mu duk më bukur tek syt atyne që s'ban me të paç ashtu. Kjo është jahiliya. A janë kon këtë sahabeshat me njëjtin iman? A janë kon gratë të tabiinëve këtë me një ilm? Nuk janë kon, ama jahiliya s'kan pas. Jahiliya nuk kanë pas. Domethënë, nuk është e patjetërsueshme na krejt mi pas ngu ka 2000 derse. Nuk është e patjetërsueshme këtë na virdin e Kuranit me pas me ka 4-5 gjuzë në ditë. Nuk është e patjetërsueshme. E patjetërsueshme është mu zhvesh pi jahiliyetit. Që kjo është e patjetërsueshme. E pastaj shkabomi masi zhvesh mu pi jahiliyetit, kjo proces. Kjo proces ngadal e shtomi dijen, e shtomi devotshmërinë, e shtomi domethënë përkushtimin, e shtomi sidkën në raport me Allahun te barekuhu teala e kështu me radhë. Ndaj në vëllezër duhet më kon më të guximshëm për me menu një fakt. Me menu që këta muslimanët e sodit pushtuar nga xehli, që perceptimet shumë shpesh i kanë ngjashme me të hipokritëve. Edhe që nuk kanë shumë gatishmëri në nështru teksti sheriatik. Edhe që gjinia femërore i shkel parimet fetare të veshjes. E mbi krejt kët ka xehel shka i be la ilaha illallah. Që ta muslimanët e sodit, a bëhet fjalë situata e tyre për xehel apo për jahilije? Domethënë, mos ta ngushtohemi situatën sikur po e vërtetë është, nuk janë di do mesele. Kanë xehel në raport me disa tema, kanë xehel në raport me disa kapitull të fesë. A është xehel apo është jahilije? A është xehel që përshkon një situatë caktuar apo është jahilije që na është kthy në identitet? Na është kthy domethënë në kostum e kështu me radhë. Ndaj për me thjeshtësu çka po du me thonë, a o xehel, a o jahilije, po du me kthy në historinë islame për me bëni ndalje tek Ebu Dherri radhiyallahu anhu që është sahabi i njohur për gjithë ju. Ebu Dherri u kon shumë i veçantë. Sa u kon i veçantë, sikur se shon Ibn Hibani, Albani thotë që rivajti është hasan për Ebu Dherrit, thotë jam kon i katërt i islamit, veç 3 vjet para meje kanë pranuar islamin. Veç 3 vjet, e keni parasysh? Ma xhamati vjetër se për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se sa që ta 4 part, kush mund të më konën? Thotë jam kon 1/4 e islamit. Jam kon 1/4, domethënë e islamit, edhe thotë kur ka marrë me dëshmu shahadetin, fa ra'aytu al-istibshara fi wajhi rasulillahi sallallahu alajhi wasallam. Thotë kur ka marrë me pranë islamin, e kum pa në fytyrë që është gëzuar shumë rasulillahi sallallahu alajhi wasallam. Domethënë, shpesh ki më gëzuar 200 herë, ama çështja ka gëzuar për herë të parë është diçka e veçantë. Ky i pari që e ka gëzuar shumë Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam është Ebu Dherri. Keni vëmendjen që ky i ralli i veçantë, i pari, xhamati i vjetër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka i ka ndodhur në rast. E shonin Imam Buhariu dhe Muslimi për Ma'rurit, thotë e kom pa Ebu Dherrin, një herë thotë veshur me rroba po njëjtë sikur se robi i vet. E kom pa të veshur me rroba të bukura, po aq të bukura sikur se zotnisi ka pas edhe robi, që nuk u kanë zakonshme. Robi ka pas kostumin edhe mënyrën e të veshjes që e ka dallu prej zotnies vet. Edhe i thot, pse thot nuk po e merr thot të 2 rrobat, thot mi ble diçka aty më të lirë, ti më mor një diçka pak më theksume. Në moshë kon kjo. Nuk u kon e budherë fëmijë kur ja ka thon këtë mohabet. I thot po duhet ta kallzoni mohabet, pse unë vesh në njëjtë sikur robi jam. Pse robi jam vishet njëjtë si unë. Se punëtori jam vishet njëjtë si unë. Thot kana baini wa baina rajulin kalam. Thot e kom pas mes meje edhe dikujt një farllafi. Ina ka për diçka. Thot wa kanat ummuhu a'jamiyya. Edhe ka pas nonën jo arabe. Thot feniltu minha. Edhe e kom shoh, domethënë në preardhjen e tij. On ti po fol mua, di gjali kujt je, apo? Ose i ka thonë Abu Dherri diçka tjetër, domthon, banë sapti kanë kinon e ti pas ka rënë mua më kallzu këtë mohabet. Edhe thot fadhakarani ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Edhe tha kishkuja kish kallzu këtë mohabet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abu Dherri çai dosti jot, që ata të partë, domethënë ka shkuar dhe më ka ofenduar, më ka përqesh në preardhje. Edhe vjen i thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asa babta fulanan?" Qultu na'am. I ki thon llafe që si thuan filanit? Ka thon po. Thot afanilta min ummihi, a ki nënçmu nanën e tij, edhe preardhën e tij? I kanë thon po. I thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i thot Abu Dherrit, innaka imru'un fika jahiliya.
ti je një burr, në ty ka xahiliet. Në ty ka elemente xahilietit. Si ka thonë një xahil. As nuk ka thonë ki xahil, thot innaka imruun fike xahiliye. Ti me të vërtetë je një njeri, në ty ka elemente xahilietit. Elementi i xahilietit në këtë cili është mos mu vlerësu në bazë devotshmërisë, po mu vlerësu në bazë preardhjes. Edhe pastaj i thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi min kibari sin. Ja Rasulullah, unë më kon xahilije, a sa vjet i kom bon? Sa vjet i kom bon me ty, sa vjet i kom bon betejë, sa vjet i kom bon të shërbi Islamin? I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot naam, po, hum ikhwanukum. Këta janë vllaznit e ju, këta që keni shërptor, keni punëtor, keni bashkëpunëtor, kështu me radhë janë vllaznit e juaj. Edhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshillon, thot kur e ki dikan që është nën pushtetin tan, vishe atë si veshësh vet, ushqeje çish ushqesh vet, kështu me radhë. Ky e ka marrë si rregull pastaj, domethënë që njëhet mos me dallu me punëtorët e vet, mos me dallu me, domethënë me robrit e vet. Ktu e kena një fjali për referim. Fike jahiliye, në ty ka jahiliye. Në ty ka jahiliye. Tash, Abu Dharr radiallahu anhu me krejta të mirat, me devotshmëri, me farze, me nafile, me përpjekje që i ka pas bashkë me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, një punë nuk i ka bën, edhe pastaj është përmirësu, edhe e ka shpagu me vite të tëra. Kjo ka mujt me ndodhën, ndoshta 20 vjet para se me ndru jetë Abu Dharr. 20 vjet pastaj e ka bën një farë me kompenzimin e çati gabimit. Me po mas promti domethënë i thuat shumë drejt pas drejt, ti ki elemente xahilietit. Pik. Nuk bëhet element islam ajo. Ajo është xahilije. Ajo është domethënë xahilije. Mirë po, nëse Abu Dharrit ja kanë numëruar një element xahilietit. Një element të xahilietit. Edhe ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fike xahilije, në ty ka xahilije. Tash, nëse një musliman ose një muslimane sot sjelljen e ka të xahilijes, fjalorin e ka të xahilijes, mos nënshtrimin ndaj tekstit sheriatik, edhe mos gatishmërinë me nënshtru Kuranit të Sunit, e ka xahilije. Karrierën e ka xahilije, fitimet i ka xahilije, garën e egër mas dynjas e ka xahilije, materializmin e ka xahilije, shoqëninë e ka xahilije, rrethin e ka xahilije, projektet e jetës i ka xahilije, garën me konkurrentët e vetë e ka domethënë xahilije, urrejtën ndaj tjerëve ka xahilije. Shka ka këtu diçka islame? Këtu ke xahilije po del. Domethënë, nëse e këshyrën kojshillëk ka xahilije, e këshyrën familje xahilije, e këshyrën vllaznillëk xahilije, e këshyrën planet e dynjas e të jetës së çeve, ke dalën xahilije. Tash, kush është domethënë këtu i denjë për t'i thënë fike xahilije ose mu bë më të drejtë për drejtë? Kjo është njëri me elemente të xahilietit apo është idhtar dhe pjesëtar i xahilietit? Kurse në vëllezër, na shumë shpesh domethënë po e thjeshtëzojmë këtë praninë e xahilietit jetën tonë, ama kjo është na kushtu me identitet. Është duke na kushtu me kush jena. Edhe kur na kushton kush jena, i bie edhe kush do të jemi, ai procesi i zhbërjes edhe i tjetërsimit nuk është procesi një dite. Njerëzit imagjinoni, domethënë, e flasin një gjuhë 500 vjet. 20 vjet prendet janë të pakujdesshëm në mërgat edhe e hub gjuhën. Pse? Sepse tjetërsimi është më i shpejt se sa rrëja, se sa domethënë rrënjësimi. Domethënë kur ti do më ja shlu rrojt, lyp kohë. A kur do më ja shkul, edhe më ja djeg rrojt, shkon domethënë shumë domethënë më shpejt. Po du me nalë sot edhe me një rrëfim që është më i mërzitshëm se sa ke që ta sheh përmendëm. Po e mërzitshëm është prej të fjalori, prej të sjellje, prej të karakteri, prej të planët, prej të synimet, prej të ambicjet, ke xahilije, është një situatë e mërzitshme. Alo më e mërzitshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju e dini ka këmbgul shumë ka këmbgul që Ebu Talibi migja i vet me hin islam. Shumë ka këmbgul. Edhe Ebu Talibi nuk e ka dash kërkan më shumë se e ka dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka mujt mas mbromti më apo çefin. Ka mujt mas mbromti Ebu Talibi më apo çefin sepse arsyeja kryesore pse Ebu Talibi nuk ka thonë la ilaha illallah, ka qenë që domethënë kanë më çortuar njerëzit çysh e lava fenë e babës. E tash kur ka ardhur momenti i vdekjes, edhe vjen Resulullah sallallahu alaihi wasallam shtrat në vdekje, thotë thuj la ilaha illallah. Ta kom një fjalë që më kryen punë te Allahu te barekuta në ditën e gjykimit, edhe Ebu Talibi nuk pranon me thonë la ilaha illallah. Këtë rast logjikisht nuk ka më frikë, sa e di që vdesa nuk i dëgjon më çortimet. Shtrohet pyetja pse Ebu Talibi nuk ja ka bërë shefin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me thonë la ilaha illallah vetë sa për mja bërë shefin. Arsyeja në vëllezër është se Ebu Talibi e ka ditë shumë mirë që kjo nuk është thjesht deklaratë që thuhet, po është identitet. Është jetë, duhet me jetu me la ilaha illallah.
do domethënë me praktikë çdo të adhuruar krahas Allahut, edhe do të mu përcaktu shnosh e fuqishëm me kuptimet e fjalës la ilaha illallah. Krahasi Abu Talibi e ka ditë më mirë se sa shumë njerëz që sot i thonë vetë musliman, që fjalën la ilaha illallah e menojnë thjesht fjalë goje. Fjalën la ilaha illallah e menojnë thjesht deklarat. Edhe rrjedhimisht domethënë kjo është e mërzitshme. E mërzitshme është një mushrik me ditë çka i bë, çka po kërkon kjo fjalë, e dikush që domethënë e ninë zonin për ditë mos me ditë çka u të lidh domethënë kjo fjalë. Edhe rasti i dytë në vëllezër është kur i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mushrikët e Mekës. I ka thënë me thonë la ilaha illallah dhe më kthy te Allahu azza wa jall, edhe me ek dorë nga të adhuruarit e tjerë krahas Allahut, edhe me veçu Allahun me adhurim. Mushrikët e Mekës kur e kanë dëgjuar fjalën la ilaha illallah kanë refuzuar, edhe kanë thonë وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Janë habit, kanë thonë çish mund dikush me armën neve na kallëzu çka më bë? Edhe kanë thonë ky është vetëm se një magjistar, edhe është një gënjeshtar. E ja'ala al-alihata ilahan wahida. Çish është e mundur ky me konsideruar që krejt hynit janë një? Ç'mundet ky me konsideruar që krejt zotat janë një? Krejt të adhuruarit janë një? Inna hadha la shay'un ujab. Kjo për një me çuditshme. Thotë kjo çështje është për një me çuditshme. Qatada, sikur se e shënon Imam Taberiu, thotë kështu, kur e komenton çka thotë. Thotë ajiba al-mushrikuna an du'u ila Allahi wahda. Janë habit edhe janë çudit mushrikët kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thirrë që me veçu Allahun me adhurim. Edhe kanë thonë: "Yasma'u li hajatina jami'an ilahun wahid." Thotë këtë lutjet e tona po i nika veç një Zot. Sa njeri lutet, sa njeri përgjërohet, sa njeri parashton kërkesa, qysh, krejt që ka lutën vesh njoni nika, ka kjo është të çuditshme. Edhe s'kan mujt me pranu. Domthon mushrikt, të ndërë vëllezër, e kanë ditë që kur thu la ilaha illallah, këtë lutjet janë për Allahun. Kurse sot domethënë mesën e viseve të muslimanëve janë numra domethënë të frikshëm ata të cilët lutjet e tyre ja drejtojnë dikujt tjetër krahas Allahut te bareke ve taala. Kështu që Abu Talibi edhe që ta mushrikët kanë ditë më shumë për la ilaha illallah se sa shumë nga ata të cilët sot i thonë vetë musliman, e që domethënë çdo ditë e lexojnë e nin edhe ju përsëritet fjalë la ilaha illallah dhe s'din kur gjej. Ky arsye, thot imami dhe riportrisi i besimit të kulluar Sheikhul Islami Muhammad ibn Abdul Wahhab thotë kështu: "Wal kuffaru al-juhalu ya'lamuna anna murada an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-kalima huwa ifradu Allah ta'ala bit-ta'alluq." Thot qafirat e padeshëm të jahilietit e kanë ditë thot se ajo shka është i thirrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është me veçuar Allahun, është me veçu Allahun bit-ta'alluq, mu lidh veç me Allahun. Mu lidh veç me Allahun, me besu veç Allahun, me adhuru veç Allahun, me shpresu vetëm tek Allahu, më mbështet veç Allahut, më lut veç Allahut. Wal kufru bima yu'badu min duni. Edhe e kanë ditë që duhet mi të gjithë që adhurohen krahas Allahut. Wal bara'atu min, edhe mu distancu prej gjithkujt që adhurohet krahas Allahut. Thot fa innahu lamma qala lahum qulu la ilaha illa Allah qalu aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Kur i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thuni la ilaha illa Allah, kanë thonë ai boni ky krejt zotat një zot, me të vërtetë do hon kjo shumë punë e çuditshme. E tash thot kështu. Thot fa idha arafta anna juhal al-kuffar ya'rifuna dhalik. Thot kur ta merrsh vesh se qafirat e jahilietit e kanë ditë këtë punë. Qafirat e jahilietit e kanë ditë këtë punë. فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار. Dhe shkon është habitshme kur ata të cilët sot pretendojnë islamin nuk e kuptojnë edhe nuk e zbërthejnë, nuk e shpjegojnë fjalën la ilaha illallah, as çat çka e kanë shpjeguar dhe kanë kuptuar që ata mushrikët asaj kohe. Thotë është habitshme kjo. E pastaj thot rahimullah, bel yadhun an dhalika huwa at-talaffuz bi hurufiha min ghayri i'tiqadi al-qalbi li shay min al-ma'ani. Edhe mendon se fjala la ilaha illallah vesh disa shprehje që thuan, jo domon diçka që duhet me kuptu thellësisht që na tu thon, edhe çka na duhet deklaruar. E thot wal hadhiqu minhum yadhunnu anna ma'naha la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yudabbiru al-amra ila Allah wahda. E doshë shtirën kishte pak më të mëshëm, e interpretojnë këtë fjalë ndryshe nga çka ka interpretuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe thonë se fjala la ilaha illallah e ka qëllimin që nuk krijon, nuk furnizon edhe nuk mbarështon askush përveç Allahut, ndërkësh nuk është ky kuptimi. Kuptimi është se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Pastaj thot fala khayra fi rajulin juhalul kuffari a'lamu minhu bi ma'na la ilaha illallah. Thot nuk ka hajër me një burr që burrat qafirat jahilietit kanë pas më shumë dije se ai
Çka i bë la ilaha illallah? Kështu që kjo si fjali na shumë rrimi të relaksuar. Se mendojmë që ky u ka drejtuar atyre që adhurojnë varrët, apo? Edhe atyre domethënë që janë për tyrbe në për mauzole. Mirë po, nëse se kije domethënë xhehlin pa aq sa ata që adhurojnë mauzolet, a mundesh me pas pak më poshtë, edhe pak më pak? Po edhe as ka hije me ditë që njëte mushrik ka ditë më shumë shka i bë la ilaha illallah. E mos me ditë sot një musliman që i fal 5 vakte, edhe sot një muslimane që i fal domethënë 5 vakte, nuk e di shka i bë fjalë la ilaha illallah, nuk e di shka po mohohet, shka po pohohet e kështu me radhë. Ndaj ndër vëllezër, na dosh me bë këtë hyrje jo të zakonshme, për arsye se këtë ajetet në surën e Zumer që e kena morën, edhe pasazhet e ajeteve, një pjesë e madhe e pasazheve ka pas të bëj si paralajmërime ku kanë me përfundu njerëzit e xahiliyetit. Domethënë surja Zumer, shumica e ajeteve kanë zbrit Mekke. Është muhabet për pak ajete, domethënë Medinë. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ja ka recituar sahabëve vet, edhe mushrikëve. Kur ja ka recituar mushrikëve, mushrikët e kanë ditë që po i dedikohet atyne si kërcënim edhe si paralajmërim. Për shembull, i kena marrë ajetet innaka min ashabin nar. Ti je prej banorëve të zjarrit, nuk i ka drejtuar Allahu subhanahu wa taala këtu Abu Bekrit. A është i qartë? Ose qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah, thuaj të humbur e dështuar janë ata që dështojnë ditën e gjykimit, ata dhe familjet e tyre. Kjo është dedikuar njerëzve që dalin para Allahut pa tauhid dhe pa iman dhe hupin. Ose lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal, ata kanë shtresat xhenemit, shtresat zjarrit sipër dhe shtresat zjarrit poshtë. E tash, sikur Allahu subhanahu wa taala na ka bëu gati me ortë që jeti sundi shekina. Domethënë, apo do mos mu përfshin këtu, inna kemi në ashabin nar. Ti je banor i zjarrit, apo do mos mu kon banor i zjarrit, apo do mos me pas shtresat e zjarrit sipër dhe poshtë. Atëre hek dorë pi xahilietit. Zhvishu pi xahilietit. Zhvishu pi xahilietit edhe shkon në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Ki përgëzimet e Allahut. Ndaj ajeti i radhës ndër vëllezër na tregon cili është hapi i parë mu zhvesh pi xahilietit. Hapi më themelor, më fundamental mu zhvesh pi xahilietit. Thot Allahu Teala, dhe ky është ajeti i sontëm, walladhina ijtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra fabashshir ibadi. Thot ata të cilët i shmangën taghutit, edhe nuk e adhurojnë, edhe kthehen tek Allahu dhe vetëm atë adhurojnë, këtyne ju takon thot myshdja, përgëzoj robët e mi. Këtyne ju takon myshdja, përgëzoj robët e mi. Domethënë, përgëzoj se këta janë robët e mi, sepse këta kanë bërë kufër në taghut, e kanë marrë gjithkë që adhurohet krahas Allahut, edhe ja kanë pohuar adhurimin vetëm Allahut te barekuhu teala. Përgëzoj këta që mohojnë gjithçka tjetër krahas Allahut, se çështu i bë më kundrobi Allahut. Nuk mundesh më kundrobi Allahut nëse nuk i ke mohuar çdo që adhurohet krahas Allahut subhanahu wa taala, sepse këta meritojnë se këta e dinë mirë çka i bë la ilaha illallah. Këta e dinë mirë se me thon la ilaha illallah duhet me mohu çdo taghut që adhurohet krahas Allahut, edhe me pohu adhurimin vetëm Allahut te barekuhu teala. Lahumul bushra fabashshir ibadi. Këtyne u takon përgëzimi dhe ti përgëzoj robët e mi. Pse? Thot Allah azza wa jall, walladhina ijtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allah. Se këta janë shmanga taghutit dhe janë kthye Allahu te baraka wa taala. Thelbi i kësaj trajtese sillet rreth kësaj. Xahilieti edhe taghuti. Çka është taghut? Në diskursin kuranor si emërtimi i përgjithshëm, sikur që e përmend Sheikhul Islam Temia, është gjithkusht që adhurohet krahas Allahut. Gjithkusht që adhurohet krahas Allahut. Mirë, po në situata të veçanta në Kur'an e gjejmë edhe për kokat e devimit, e gjejmë edhe për falltarët, e gjejmë edhe për ata që gjykojnë me ligje tjera krahas ligjit të Allahut te barekuhu teala, e gjejmë edhe për njerëzit që promovojnë shirkun e kështu me radhë. Domthonë janë emërtime ndryshme të idhujve kështu me radhë që quhen taghut, po taghuti më i madh është shejtani. Taghuti më i madh është shejtani sepse këta ajo është regjisori dhe skenaristi i krejt kësaj ngjarje që mi bë shirk Allahut te barekuhu teala dhe mi bë kufër Allahut subhanahu wa taala. Kështu që kjo ajet është bazë për bazave të ahlus sunetit edhe besimit shëndosh që fjala la ilaha illallah ka mohim edhe ka pohim. Ka mohim ku thuhet la ilaha ku mohohen krejt, domthonë zotnat, krejt hynit, krejt adhuruarit, edhe illallah ku pohohet adhurimi vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Gjyshi i Bahz ibn Hakimit kur ka ardhur me pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shka është Islami, sikur se shënon Imam Ahmedi, Sheikh Shuaib thotë që hadithi është sahih, i thotë ja Rasulullah, wa ma ayatul islam? O idhur Allah, çka është shenja e Islamit? Ç'e merr vesh se çka fe? Çka është Islam? I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam an taqula aslamtu wajhi lillahi wa takhallayt. Të thuash e nënshtrova fytyrën time Allahut, kjo është pohimi, wa takhallayt, heka dorë për gjithkujt tjetër.
krahas Allahut subhanahu wa taala. Ndaj frika e sot në ndërlezër është që shumë rikthime të njerëzve në fe, edhe shumë përpjekje të islamizimit janë jo duke u transferuar, duke emigruar plotësisht, po me kanikom në xahiliet e me trup me dal kënej. Domethënë nuk shkon ajo punë. Domethënë nëse nuk hek dorë plotësisht pi xahilietit, prej të dogmat e kufrit e deri te përcaktimet më të skajshme të kota, domethënë kena një lloj dileme edhe një lloj lëkundje. Ndaj, la ilaha përbën mohim të çdo kujt që adhurohet krahas Allahut, edhe illa Allah përbën pohim vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Ne në çdo ummet, në çdo popull kena dërguar një profet i cili u ka thonë njerëzve: adhuroni Allahun edhe shmangni taghutin. Domethënë, pohoni një adhurimin për Allahun, edhe mohoni gjithë këtë tjetër që adhurohet krahas Allahut. Këto janë dy shtyllat e fjalës la ilaha illallah. Me mohu gjithë këtë tjetër krahas Allahut, edhe me pohu adhurimin për Allahun te bareke ve taala. Thot Allah azza wa jall: "Fa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa." Kush bën kufër në tagut, e mohon gjithë këtë tjetër që adhurohet krahas Allahut, pastaj e pohon besimin për Allahun, ky është ka për lidhjen e fortë. Ky e ka fjalën la ilaha illallah ashtu domethënë çish duhet. Kështu që nuk ka dilema thjesht pohimi dhe mohimi si një frazë e bukur, domethënë përmend përcaktimet muslimanëve. Dilema është te pjesa e njerëzve që e kanë pohimin, po kanë kriza tek mohimi. Domethënë pohojnë që do të mu adhuru vetëm Allahu te bareku teala, mirë po kanë dilema, kjo shka bëhet në për vende ndryshme ku i bëhet shirk Allahut, a është apo nuk është? A përbën shirk apo nuk përbën shirk? A përbën shkelje të hakut të Allahut subhanahu wa taala apo nuk përbën? Këtë rast domthon ka kriza tek mohimi. Për arsye, me pas kriza tek mohimi, shkon robin në errësirë. Shkon robin në errësirë. Thot Allahu te bareku teala: "Allahu waliyul ladhina amanu." Allahu është kujdestari i atyre që besojnë. Kujdesi më i madh i Allahut për robën e vet është kujdesi që Allahu ta jep me pas akidën e shnosh. Për kërka nuk kujdes Allahu më shumë se sa për dikë që e ka mush zemrën me akide të saktë, edhe akide të vërtet, edhe akide të kullume. Thot Allahu waliyul ladhina amanu. Allahu është kujdestari i atyre që besojnë. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Inxjer Allahu për errësirave në dritë, inxjer nurin e imanit dhe tauhidit. Wal ladhina kafaru awliyahum at-taghut. Ndërka që ata që bojnë kufër, miqtë dhe të afërt e tyre janë taghuti. Thot yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat. Inxjerin prej nurit në për dhulumat, në për errësira. Keni vëmendje këtu. Allahu Teala thot tu ka errësira, që i vije nuk tu kallzu Allahu këtu veç për ahiret. O tu kallzu se kush e adhuron taghutin, e ndjek taghutin, nuk i nënshtrohet Allahu te bareku teala, kjo në terr edhe këtu. Kjo është në errësirat e zemrës, në errësirat e jetës, në errësirat e varrit, në errësirat e ditës së gjykimit. Ndaj është një errësirë e madhe që kisha pas dëshirë me analizu. E shohim Muhamedi me Buhariu, Muslimi për Abu Hurairës. Kanë ardhur kanë thonë sahabët Resulullah sallallahu alaihi wasallam: "O djur Allahut, a kena me pa na Zotin, a kena me pas vështirësi me pa Zotin e kështu me radhë?" E Allahu i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam i thotë: "Çish e shifni domethënë hanën e plot, ose pastaj ka thonë çish e shifni diellin ku nuk ka mjegull e kështu me radhë, keni me pa Allahun te bareku teala." E pastaj i thotë një fjali shumë rëndësi. Thotë: "Yajma Allahu an-nasa yawm al-qiyamah." Allahu ka mi tubu këtë njerëz ditën e gjykimit. Fa yaqulu man kana ya'budu shay'an falyatba'hu. Kush do që e ka adhuru dikë, le të shkojë pas tij. Kush do që e ka adhuru dikë, le të shkojë pas tij. Thot fayatba'u man kana ya'budu ash-shams ash-shams. Kush do që e ka adhuruar diellin, shkon ka dielli dhe densa të shkojë në zjarr. Thot wayatba'u man kana ya'budu al-qamar al-qamar. Kush e ka adhuruar hënën, shkon mas hënës derisa të përfundojë në xhenem. Wayatba'u man kana ya'budu at-tawaghit at-tawaghit. Edhe kush do që i ka adhuruar tagutët krahas Allahut, shkon mas tyne derisa të përfundojë domethënë në zjarmin e xhenemit. Kështu që në këtë temën e mohimit të tagutit, edhe pohimi dhe mohimi të shtyllat e fjalës la ilaha illallah, e kena trajtuar në shumë ligjërata. Edhe kërkoj që të ktheheni kushdo që do me u pasur më shumë. Mirë po sonte, për arsye të kontekstit të ligjëratës, dëshiroj me i veçu 2 pika. Vetëm 2 pika nga ato që kryesisht nuk i kena përmendur domethënë në ligjëratat e tjera krahas domethënë këtij vargu mësimsh. Pika e parë në vëllezër, duni me pas parasysh që tagutët që dush me i mohu shfaqen her pas here edhe dalin forma ndryshme. Domethënë shpesh ti mendon që thjesht e ke mohu tagutin me një formë klasike të mohimit ose me disa fraza, pastaj të ka ardhur tagutin në përcaktimet e tua dhe nuk e ke mohu. Edhe xahilia është e njëjta. Shpesh xahilieti vjen edhe bëhet pjesë e jetës tonë dhe ti nuk je distancu,
sepse e ki menu xhahilet vetëm një fenomen, ose vesh një format të, domethënë, xhahiletit. Ndaj po du këtu me i morën, domethënë, një shembull. Taguti dhe xhahileti i referimit të fesë tek personalitetet e devijuara dhe tek bindjet e kota. Në kohën bashkore e kena këta shumë theksuar. Është realitet shumë i hidhur i muslimanëve, po që kam ju kushtu shumë shtrenjt ditën e gjykimit nëse përfundojnë kështu pa u penduar tek Allahu te bareke ve teala. Domethënë, ku thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, secili shkon e ndjek tagutin e vet derisa të shkojë në xhenem. Tash ka ndodhur. Na kena për shembull situatat e tona, njerëz që përcaktohen gabim, duke ndjekën njerëz të gabum, edhe thirrën në një diçka që ata e konsiderojnë të drejtë e masmroti bin kufër ose në shirk. Për shembull, madhnimi dhe referimi tek disa autor klasik me pretekstin se kanë qenë dietar të maj, ose janë qenë njerëz të urtë, ose poetë, ose kujt çka, ndërkaq kanë pas shirk ndaj Allahut te bareke ve teala. Kanë pas shirk ndaj Allahut, i kthehesh librat e tyre, ka shirk aty ndaj Allahut te bareke ve teala. Pastaj çka ndodh? Thotë, ky çaç u kon dietar i madh. Ky çaç është autor i madh. Ky çaç është domethënë poet i madh. Çaç ka misticizëm të theksuar, çaç shumë ka thellë urtësi që edhe bota perëndimore po citon e pallavra ku diun çka. Thotë, gjas ka që edhe këtu që po kritikohet, nashta këtu s'ja ka huç. A është i qartë? Tash ky e ka tagut këtë, se ky nuk po ka guxim me mohu kët. Ky nuk po ka guxim me mohu edhe pas masmram ti shkaku i mosmojimit të tij, shkaku i mosmojimit të tij, masmram ti përndon domethënë në bindje të kota të domethënë të shirkut. Për shembull, po e marr domethënë si rast. Për shembull, ne kena disa autor klasik, nuk po duam ja përmend emrin, që dietarët me emra dhe mbi emra kanë folur për ta, për tyne Sheikhul Islam Temia, që i ka përmend me emra dhe kufrin e tyne dhe shirkun e tyne, edhe i ka gjykuar për shirk edhe për kufër e kështu me radhë, cilët për shembull kanë pohuar dhe kanë besuar në tezat e panteizmit, ajo është quhet wahdatul wujud, që domethënë ekziston një lloj mishërimi ndërmjet krijesës dhe krijuesit. Edhe rrjedhimisht kozmosi përbën për fytyrimin e krijuesit, edhe realisht ekzistenca nuk ekziston tjetër përveç ekzistencës absolute dhe ekzistencat relative janë përmend ekzistencës absolute të Allahut te barekuhu teala dhe shkat shifsh jetë e pa një farë reflektimi të Zotit. Kjo është kufri i qartë, kjo është shirk i qartë. Çi kufri i qartë ndaj vëllezër, vjen punat që ndoshta sot neve na shitet nga intelektualët e vonuar të muslimanëve, cilët domethënë janë shumë të vonuar, mi kallzon njerëzve domethënë se si ndriçohet mendja, edhe e paraqesin një autor të kësaj kllape të shirkut të kufrit, ta paraqesin si mendje ndritur. Ta paraqesin si mendje domethënë që duhet më amur poezinë, duhet më amur fjalë të urta, duhet më amur kujt çka, ndërkaq vetë fjalën la ilaha illallah, në librat e njëjtit pikë kokave tyne e gjon që la ilaha illallah nuk domethënë nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut. Te ata nuk ka ekzistencë përveç ekzistencës së Allahut subhanahu wa taala. Si të mbrish në wahdatul wujud ki mbrin iman te ata. Atë si të mbrish në wahdatul wujud ki mbrin kufrin më të qartë. Edhe çka ndodh? E shet domethënë shumë ndoshta njerëz të edhe pjesëtash shoqënisë muslimane janë gjendje me e gjujt me cilën ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po sunë gjujnë çket person. Janë gjendje me shkel diskursin tauhidor të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po jo me thonë se domethënë që ky autori shekullit 7, 8, 9, domethënë ka pas shirk edhe ka mushrik, edhe tezat e tij janë tezat e shirkut edhe neve s'na intereson çka ka pas emrin. Edhe nuk na intereson domethënë sa libra i kalon, as nuk na intereson kur gjë tjetër. Përderisa ka shkel domethënë tauhidin e Allahut te barekuhu teala. Ose një shembull tjetër për me mujt me kuptue çka i bë kjo. Sa sot në mesin e muslimanëve, në mesin e shoqënive muslimane, ka njerëz që i bojnë shirk Allahut te barekuhu teala në përtyrbe, në për mauzole, dhe shumë herë kur ka ndodh iftar të tauhidit më bë davet, megjithatë këtë ka pohuar edhe filan dietari. Këtë xhami edhe te filan autori i shekullit 10, 11 ku diun çka. Çka është relevante për neve autori filan edhe fisteki nëse kjo bën dash me tauhidin. Nëse kjo bën dash me të vërtetat e qarta, domethënë në Kur'an është muhkem, e qartë absolute që lutja i dedikohet vetëm Allahut, kur kujt tjetër përveç Allahut. Edhe tashti u desh ka me gjet një transmetim, u desh ka me gjet një interpretim, u desh ka me gjet dikush çka ka thonë këtu edhe aty dhe më son ti më thon mos u kutni se këta nuk janë mushrikina, nuk janë domethënë xhafira. Jo, na kena bë kufrën tagut. Kushdo që ja dedikon adhurimin dikujt tjetër krahas Allahut te barekuhu teala, domethënë kjo çështje është domethënë absolute. Kjo çështje domethënë është domethënë absolute. Edhe më son ti ndodh një hezitim nga këta për me e kundërshtuar kufrin e këtyne edhe një guxim për ta kundërshtuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërkaq Allah po thotë wajtanibu tagut. Edhe shmangoni tagutit, kushdo i cili ka dalë në jetën tonë si idhull që je duke adhuruar krahas Allahu te bareke ve taala. Rasti i dytë është taguti edhe xahileti i mos pranimit edhe i mos gatishmërisë për t'ju nënshtruar vendimit të Allahut dhe vendimit të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Po e vërtetë është, sot muslimanët kanë shumë diskutime.
Sot muslimanët kanë shumë përplasje, sot muslimanët kanë shumë debate, ama shumica absolute e debate, diskutimeve janë nga mosgatishmëria me nënshtru Kuranit e Sunetit. Sepse sa më shumë që ka gatishmëri me e marr diskursin e qartë kuranor dhe profetik, shkon në unitet, nuk mundet me shku ndryshe. Muj mos me pas unitet organizativ, muj mos me pas unifikim shoqëror, ama doktrinar dhe kuptimor as diskutohet. Mirë po ko është domethënë dilema? Dilema është sepse domethënë sot vetë se nuk e thojnë krejt me një fjalë, a krejt gjithçka duhet më konë bashkë qysh në Kur'an dhe Sunet? A bashkë veç qysh jep Kur'ani dhe Suneti? A patjetër është veç sipas vendimeve të Kur'anit dhe Sunetit? Mund që kjo mos gatishmëria më në shtu tekstit bo tagut, që mos mramti domethënë çon xhenem. Mos mramti domethënë çon edhe në shirk edhe në kufër. Edhe në ndërlezër këtë, domethënë ne kena të shpesht, ndaj, hapni syt, hapni vesht. Mumi mu kon dobët, mumi mu përly me gjunohe, mumi mu prekën me dobësi, mumi me na kap gafleti, mumi mu kon kështu dhe kështu, ama kur vjen puna më nënshtru Kur'anit dhe Sunetit, mu kon kjo absolute. Kjo është fundamentale. Po unë jam gabim, që nuk jam të respektu. A më i nënshtrohem, qashtu që po thot Allah në Kur'an. Unë më me pasën vështirësi dhe me pas siklet sun për pranën një vendim, kuptimin e realizimit, unë jam mëkatar, amon kuptimin e pranimit në nështrimit shpirtnor, po kjo është hak e emi është batil. E Kuranit dhe Sunet është hak edhe ati dhe fistekit dhe filanit është batil. Që kjo mos gatishmëri, për më nështru Kuranit dhe Sunetit, kjo nuk është thjesht lëshim. Kjo ka shumë predispozit mas pramti me qu, dhe më thonë këtë në konceptin e gjahilijes, që mas pramti dhe më thonë në zhvesh, dhe më thonë prej fesë Allahu subhanu ta'ala, ala lehul khalqu wal amr, dinin se Allahu krijon dhe ati ta kon vendimi. Veç që thot Allahu, shka është halal, veç ka thënë Allahu, shka është farz, veç ka thënë Allahu, shka është haram, veç ka thënë Allahu te barekuhu teala. A e moj, as e moj, sa kam gatishmëri me praktiku, kjo temë tjetër. Ama çështja, çysh i takon krijimi Allahut, çashtu i takon domthon vendimi edhe Allahu subhanahu wa taala. Ndaj sot jahilieti në shtrirje, ka islam oriental, ka islam evropian, ka islam modern, ka islam liberal, mirë po krejt e kanë një motiv të përbashkët. Mos gatishmëria me nënshtru Kuranit e Sunetit. Se s'mundet me pas që ka të shumë ndamje, s'mundet me pas që ka të shumë orientime, vetë se shkaku i mos gatishmërisë me nënshtru Kuranit edhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për fund është pika e dytë që kisha dashur me veçu sonte, Islami synon me të çliru prej tagutëve edhe prej jahilietit. Po është e vërtetë. Domethënë, nëse do me përmbledhen misionin, nëse do me përmbledh domethënë shkatu dash Islami prej teje, masron të Islami fe Allahu te barekuhu teala do me të bëj të lirë. Domethënë, këtë ndalesa që ti ka bëu Allahu, janë me të bëj të lirë, mos më kon sklav i epshave tua. Këtë urdhresa që ti ka bëu Allahu subhanahu teala janë me të bëj të lirë, që më kon lidh vesh me Allahun, jo me dikant tjetër. Këtë normat, këtë rregullat e fesë janë për me të bëj të lirë, që ti me lenë Allahu subhanahu wa taala mos më kon domethënë sklav i bredhjes edhe i paqartësisë. Ti shumë qartë e ki ku na do na mbibind. Ti shumë qartë e ki domethënë ku do me mrrin. Ti shumë qartë e ki ku kemi fituar dhe ku mundosh me hub. Dhe kjo qartësi o liri. Njeri që nuk ka qartësi është sklav i bredhjes. Ai çdo ditë ripërcaktohet, çdo ditë emigron, bredhet nga një mendim tjetrin, nga një zotëri që do me bot kënaq nga një tjetër. Ne nuk këshirmi kërkan me bot kënaq përveç Allahut subhanahu wa taala. Nuk këshirmi kërkuna me afru përveç Allahut te barekuhu teala. Nuk synomi me fitua afërsinë për tek askush tjetër përveç tek Allahu te barekuhu teala. Ndaj Rib'i ibn Amir kur delegohet në kohën e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në betejën e Qadisiyës, me shku me fol në emër të muslimanëve, te Rustumi i Persis, ai ka pas shumë qartë çka i bë domethënë misioni i Islamit. Ka thonë çka keni dalë jo, domethënë ku ja keni mësy, ku po doni me mrrin. Çka është domethënë kauza juaj? I thot inna Allaha qad ibta'athana linukhrija man sha min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Allahu neve na ka dërguar mi nxjerr njerëzit nga adhurimi i krijesave tek adhurimi i Zotit krijesave. Mi liru këta për kësaj pune. Mi liru se kjo të adhuru t'i kanë, kjo shpirt në shkollim me t'i kanë, jo du t'mi liru dhe mi lidhë vesh me Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot, wa min dhiqi dunja ila saati dunja wal akhira. Edhe na ka dërguar Allahu subhanahu wa ta'ala mi nxjerr njerëzit prej ngushëllëkit dynjas, edhe mi qute gjërësia e dynjas edhe ahiretit. Edhe thot, wa min jawri al-adyan ila adli al-islam. Edhe na ka dërguar Allahu subhanahu wa ta'ala mi largu njerëzit prej zullumit feve për tek drejtësia e fesë Allahut subhanahu wa ta'ala. Që i bie me një fjalë. Shka është jashtë shpalljes, është skllavëri, është ngushësi, është zullum.
Ribiu e ka pas qartë. Na nuk e dimi, domethënë, Ribiu a konsiderohet një mujtahid i kohës. Nuk e dimi Ribiu a konsiderohet një alim i kohës. Veç na e dimi që e ka përmbledh këtë me një llav shkëbe. Këtë me një llav i ka kallëzuar se një musliman e kupton që mu bë musliman i bie mu liru pi xahilietit, mu çliru prej çdo lloj skrallërie, edhe mu bë rob vetëm i Allahu subhanahu wa taala. Kështu që na duhet mu eduku me çkëtë përgëzim që ne harrë çka jetë. Walladhina ijtanabu at-taghuta ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra fabashshir ibadi. Ata që i shmangën taghutit dhe nuk e adhurojnë dhe e besojnë Allahun dhe i kthejnë Allahu subhanahu wa taala. Këtyne ju takon përgëzimi, përgëzoj robrit e mi. Ndaj na e kena si rregull që çdo distancim prej taghutit me krejt kuptimet të çliron. Çfarë do lloj forme që distancohesh prej xahilietit edhe prej taghutit, ti je më i lirë. Për arsye nëse i kthehemi fjala bie për shembull interpretimet që e përmendëm në fillim të ligjëratës, çka i bë tagut. Nëse taguti i bë koka e devimit, po e vërtet është, nëse je i guximshëm i thon çse të kotës e kot, ti je më i lirë se ai i cili suni thot batilit batil. Ose nëse i kthehemi ata që gjykojnë me ligje të tjera krahas ligjit të Allahu subhanahu wa taala, ti je i çliruar kur i nënshtrohet vetëm Allahu subhanahu wa taala. Ose nëse kthehemi te falltarët apo magjistarët si taguta që kanë në Kur'an, ti që nuk as që të bëjnë kufar përshtypje këta, ti je i lirë. Ose nëse i kthehemi domethënë idhujve, ti je i çliruar ku ne ke zemrën të lidhur me dikant tjetër krahas Allahu subhanahu wa taala. E kështu me radhë, është taguti më i madh është shejtani, e betejë më e madhe është mos merro domethënë në grushtin edhe në kurthin e shejtanit dhe me fizu domethënë lirinë edhe çlimin. Çka është e kundërta? Nëse nuk lirohemi, ka skllavëri, ka robni, ka humbje dhe ka ngushti. Që me marr përgëzimin ahiret, çat përgëzimin për xhenet, duhet mu zhvesh pi xahilietit edhe mu distancu pi tagutit. Na nëse i na është distancu pi tagutit, distancimin fundamental, problemin e distancimit pi xahilietit e kena të përditshëm. Problemin e zhveshjes dhe distancimit pi xahilietit e kena domethënë të përditshëm. Ndaj nëse dikush të pyet çka është Islami, mundesh me thonë Islami është thirrje që gjithçka në kozmos duhet më nështruar Allahut. Çka është Islami? Gjithçka në kozmos duhet më nështruar Allahut, gjithçka është robi i Allahut dhe krejt duhet mu liru prej robnive të tjera krahas robnisë për Allahun subhanahu wa taala. Për fund të ndonë vëllezër, gjonat e shtrenjta, gjonat e kristalta, gjonat e bukura, edhe njollat në të pengojnë. A është qartë? Fjala bie sikur për shembull pasqyra ose domthon gurt e çmum. Aty ndoshta një prekje e lehtë me dorë, më njerë intervenojmë me pastru pasqyrën sepse na pengon, sepse senet sa më të shtrenjta që janë, sa më të çmuara që janë, qaq më shumë edhe njolla më e vogël të pengon aty. E për neve ç'është tauhidi. Tauhidi është një më i shtrenjtë. Edhe një fjali që thjesht është, domethënë, menohet që mund të jetë shirk i vogël, menohet. Po neve na pengon atë kena moj ders në veti për çat far punë. Domethënë edhe nëse ka gjas thjesht dikush bisabeve ka përmend. Edhe çata kena më shku me pastru me lenë Allahut, që me lën tauhidin pa njolla, të kristalt, edhe me fituar përgëzimin e amshimit me hin xhenetin Allahu subhanahu wa taala pa llogari. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.